Albion Ademi e ka nisur me gol aventurën e re me Peng City në Superligën kineze. Sot u luajt ndeshja e javës së parë të kampionatit pikërisht në transfertën e Chengdu Rongcheng. Ademi zhbllokoi takimin në minutën e 5, më pas ekipi i tij u mposht 5-1. Sulmuesi shqiptar duhet të largohej i dëmtuar pas pjesës së parë. Ademi kujtohet në Shqipëri për ftesën nga Panucci në vitin 2018. Edhe pse qëndroi në stol, minuta për të nuk pati në 2 ndeshjet me Skotsin dhe Walesin. Aso kohë 27 vjeçari vendosi të largohej nga Finlanda për të përfaqësuar Shqipërinë. Në dhjetor pati zëra që e lidhnin me një kalim në superiore, megjithatë asgjë nuk u konkretizua dhe mbeti në kin.